Pra miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar rreth situatave se çfarë mekanizmi mund të përdor sonte vllau i madh për të bërë përzgjedhjen e finalistit të dytë. Në fakt më keni pyetur shumë dhe un kam hulumtuar dhe dua tani t'ju sjell pranë jush. Në një spektakël si Big Brother VIP Albania, sidomos në fazën e finales, vëllau i madh zakonisht përdor mekanizma sa më dramatik, të paparashikueshëm dhe shumë emocional për të përzgjedhur finalistët. Përzgjedhjen e finalistit të dytë sonte, që do të thënë do të hapet ndoshta ndonjë mekanizëm interesant, ka disa skenare shumë të mundshëm që mund të përdoren duke kombinuar lojën, strategjinë dhe ndikimin e publikut. Një nga mekanizmat më të fortë është votimi i drejt për drejt i publikut. Ky është varianti më klasik dhe më i besueshëm, ku disa banor shkojnë në televotim dhe publiku vendos kush meriton që të jetë në finalen e madhe. Në këtë rast, zakonisht krijohet një treshe ose katërshe dhe vetëm njëri prej tyre shpallet finalist. Ky mekanizëm favorizon banorët më të fortë në publik, atë që kanë krijuar histori, emocione dhe mbështetje të madhe jashtë. Do të thënë ky mekanizëm në fakt u përdor në përballjen që bëri Brikena dhe Selin dhe nuk ma merr mendja më që i njëjti mekanizëm mund të rikthehet sonte në shtëpinë e Big Brotherit. Një tjetër mundësi është zinxhiri i shpëtimit, një mekanizëm që në fakt ne kemi hasur edhe më herët në Big Brother, ka patur zinxhir të shpëtimit të ndryshëm që ka ndodhur brenda kësaj shtëpie. Në këtë skenar, një banor i zgjedhur, ndoshta finalisti i parë ose një lider javor, fillon duke shpëtuar një person. Ai person shpëton një tjetër dhe kështu me radhë, derisa në fund mbeten 2 ose 3 banor. I fundit që mbetet pa u shpëtuar eliminohet, ndërsa njëri nga të shpëtuarit shpallet si finalist. Ky mekanizëm është interesant sepse zbulon aleancat reale dhe tradhtit. Do të thënë mund të ndodhë një mekanizëm i tillë që i pari që shpëton mund të shpallet finalist dhe i fundit që mbetet mund të largohet nga shtëpia. Nëse sonte kemi 2 eliminime, do të thënë kjo bëhet kur kemi 2 eliminime, por ne sonte kemi vetëm një eliminim sepse kemi edhe 2 javë kohë. Një skenar shumë i fortë televiziv është edhe sfida direkte për finalistin. Kjo mund të jetë një lojë fizike, mendore apo durimi, ku disa banor do të përballen kokë me kokë. Për shembull, supozojmë sonte produksioni mund të përballë Mirin dhe Rogertin me këtë lloj sfide. Dhe fituesi merr biletën për finale. Kjo i jep një dimension meritokracie lojës, ku jo vetëm publiku, por edhe performanca brenda shtëpisë vendos në fatin e tyre. Tani, ky është një mekanizëm që mund të ndodhë sonte. Për shembull, produksioni mund të fton në dhomën e surprizave Rogertin dhe Mirin, nëse dëshiron që ato të dytë i adreson drejt finales së madhe, edhe mund ta përdorën këto lloj mekanizme kundërdrejt tyre. Tani, një tjetër mekanizëm që shpesh përdoret në këtë fazë është vendimi i finalistit të parë, që në këtë rast mund të jetë vendimi i Selin. Në këtë rast, banori që tashmë është shpallur finalist mund të marrë një avantazh shumë të madh. T'i jepet mundësia të zgjedhë një tjetër finalist. Ky është një moment shumë delikat, sepse mund të bazohet në miqësi, strategji ose në frikën nga konkurenca. Zgjedhja mund të shkaktojë shumë tensione dhe debate në shtëpi. Do të thënë kjo mund të jetë një mekanizëm tjetër që Selin mund të vendosë se kush mund të shkon në finale dhe për shembull Selin normalisht që mund të vendosën për shembull në këtë moment të shkojnë në finale Mateo. Po ashtu mund të përdoret edhe kutia e tundimeve, që realisht kutia e tundimeve në këtë Big Brother nuk është përdorur akoma, mund të përdoret sonte. Ose zarfi i zi, ku fati luan rol. Banorët mund të përballen me zgjedhje të vështira, të rrezikojnë për të shkuar në finale ose të qëndrojnë të sigurt. Për shembull, dikush mund të pranojë një sfidë me rrezik eliminimi për një vend në finale. Gjithashtu, një skenar tjetër shumë dramatik është nominimi i menjëhershëm dhe eliminimi surprizë.
Do me thënë sonte mund të kemi një eliminim surpriz, nuk ma merr mendje sepse vllau të madh i duhen banorët, eliminimi surpriz mund të ndodhë të shtunën brenda shtëpisë, por mund të kemi edhe në një nominim të hapur menjëherë brenda natës. Banorët mund të nominojnë njëri tjetrin në moment edhe publiku hap një televotim të shpejt. Nga ky televotim njëri mund të shpallet finalist, ndërsa të tjerët mund të largohet, një tjetër mund të largohet menjëherë nga shtëpia. Do me thënë mund të hapet sonte një televotim gjatë prajmit, ku për shembull mund të shkojnë në këto televotim kok më kok Rogerti dhe Brikena, Rogerti shpallet finalist, ndërsa Brikena largohet nga shtëpia. Gjithashtu, nuk përjashtohet edhe ndikimi i ish-banorëve. Ata mund të rikthehen për një natë dhe të kenë rol në përzgjedhje, duke votuar ose duke ndikuar në një sfidë. Kjo sill një element nostalgjie dhe shpesh ndryshon balancat. Do me thënë, Big Brother, vëllau i madh, apo ky reality show, është i paparashikueshëm në mënyrën se si i përzgjedh mekanizmat, që nënkupton çdo mekanizëm që ndodhen brenda kësaj shtëpie, pa marrë parasysh se në çfarë niveli është ai mekanizëm, që ne ndoshta mund ta quajmë si një mekanizëm të gabueshëm, si një mekanizëm të papranuar, si një mekanizëm i tepruar, apo si një mekanizëm kur produksioni dëshiron që të dënojë në thën kjo ndonjë nga banorët apo të hakmeret kundërdrejt në njërit prej banorëve, nënkupton që mekanizmat që përdoren brenda në shtëpinë e Big Brotherit janë të gjitha mekanizma të pranueshme. Do me vëllau i madh në këtë reality show është i paparashikueshëm dhe sonte për shembull ai mund të shpall një strategji, një mekanizëm që nuk ka ndodhur kurrë më parë në Big Brotherat shqiptar, që të përdor një mekanizëm për shembull që të rikthej banorët e vjetër brenda shtëpisë dhe ata të vendosin për një rukëtim të një banorit i cili është aktualisht në këtë shtëpi. Do me thënë na duken situata të padrejta, por janë situata që janë aprovuar edhe në Big Brotherat e tjerë, për shembull ka ndodhur në botën e jashtme këto situata dhe mendoj që edhe në këtë Big Brother mund të ndodhin fenomene të këtilla. Do me thënë sonte pritet një mekanizëm shumë interesant. Unë jam i bindur që sonte do të ketë një lëvizje për finalistin e dytë, me patjetër duhet që sonte të niset një rukëtim që të shpallet të shtunën finalisti i dytë dhe mund të shpallen dhe dy finalistët e tjerë gjatë të shtunës, që të kemi një javë të hapur për në finale, edhe pse realisht kemi 2 javë të plota për të arritur në datën 18 në javën e finales. Kjo ishte analiza ime për të gjithë ato që në fakt më kanë pyetur dhe më kanë shkruar personalisht, Tiron çfarë mekanizmi mendon se do të ketë, çfarë do të përfshihet sonte dhe çfarë pritet sonte në këtë prime. Do të thënë, do të jetë një prime shumë interesant ku vllau i madh do të vejë në sprov banorët, do të vejë në sprov lojën e tyre, do të vejë në sprov përditshmërinë e tyre dhe të gjithë atë se ato çfarë kanë bërë. Unë mendoj sipas analizës time, në këtë mekanizëm si banori i dytë, i cili do të shkon në finalen e madhe, është mes Mirit edhe Rogertit. Por mendoj që ta bëjnë lojën pak edhe më interesante dhe më entuziaste dhe më me frikë, unë mendoj që mund të shkon Miri dhe të përjashtohet Rogerti për një kohë të caktuar.